Angjelushe, kthea aty ku ishe. Mbase po të humbë fizikisht, por ti gjithmonë do të mbetesh në zemrën time, si femra e vetme që kam dashur me gjithë qenien time. Ndoshta më asnjëherë nuk do të marr puthjen nga ti. A do ta marr dikush tjetër që nuk e meriton. Ti do të mundohesh të gjesh lumturinë. Këtë kohë që jemi larg njëri tjetrit, janë vrasës për mua. Janë çastet shumë të vështira, e që njeriu duhet i kalojë në jetën e tij. Ajo që më dhemb më së shumti është se asesi nuk mund të pajtohem me fatin që ti je larguar, jo vetëm nga unë, por edhe nga familja jote. A thua vallë, pse i bën këto veprime? Ku mendon të ikësh? Pse veprove kështu? Përsëri fajtor jam unë, edhe pse të deshta shumë. Dhe këto pyetje më shoqërojnë kudo. Mundohem të marr forcë për të përballuar këtë dhëmbje, por nuk mund të ngushëllohem tek askush. Tani s'dia të kujtohet koha kur ti ndihesh e keq, kur zgjohesh në mes të natës e sëmur, atëherë isha unë aq që rria pranë dhe asnjëherë nuk të lash vetëm, duke t'i fshirë djerset nga ankthi që kishe. Por se duket për ty nuk patën në rëndësi këto gjëra. Ti në kërkim të lumturisë tënde, imagjinatave u largove nga unë. Nuk e shkruaj këtë rrëfim vetëm e vetëm që ti të më kthesh, por e shkruaj se kam një plagë në shpirt, të cilën asnjëherë nuk do të më shërohet. Sepse ti je ajo që këtë plagë më gozhdove në trupin tim. Ti që dikur luaje rolin e një engjulli, tash qytetërisht je kthyer në një djalë të mallkuar, të cilin edhe pse i till e dua pa mas. Kjo jetë pas ka gjëra ekstreme. Të shtyen ta duar dikë që të torturon ndjenjat, por asesi nuk mund të harrosh. Ç'ti bësh? Jeta është e këtill, është e mirë dhe me shumë sfida interesante. Angjelusha ime.